Ndërkaq në herën e kaluar u morëm emisionin e kaluar me një vrasje në Kamz dhe autori ishte në Rati. Dhe është ende ndoshta në Rati. Autori dyshuar i vrasjes së Ardian Balloshit vijon të jetë në Rati. Bëhet fjalë për Sadik Llani, një person që konsiderohet me rrezikshmëri shumë të lartë. Janë edhe shumë para për të punë. Çfarë ka ndodhur? Ku po kërkon policia dhe pse nuk kemi rezultat? Unë mund të them, Aratia kushton. Nëse në rastin e parë them që maksimumi do shkoj një muaj me aq para sa ka thyer nga portofolja ti telefonit dhe jam i sigurt që për një muaj njeriu që ka kryer, ose jo që ka kryer, se s'mund t'ja lëm ne në njeriu që dyshohet nga policia dhe kërkohet, mund të kapet brenda muajit se aq para ka për të fshehur personin fjalë, do doj shumë kohë pasi aktivitetet e tij i japin mundësi, rrjeti i tij shoqëror është shumë i madh, mundësit për t'u kapur, kur nuk u kap ditën e parë që ndodhi dhe ishte kërkimi aty për aty dhe mund t'ishte mundësia, nuk mendoj që për një kohë relativisht të gjatë mund të kapet. Mundësit e tij janë të mëdha për t'u fshehur, zonat në Shqipëri mund t'jenë shumë të mëdha për të ndetur jashtë mbulimit të policisë. Kosova është aty gjithmonë, në Kosovë gjithmonë shkojnë edhe nuk ka kontrole. Kosova është kthyer në pjesën më të lartë të gjithë kërkuarve në Shqipëri. Sidomos gjejnë zonat pikërisht me fshatrat të Kosovës të cilat nuk ndodh krim dhe prezenca e policisë pothuajse është zero, sepse Kosova ndryshe nga Shqipëria ka zona të tëra të cilat siç mund të kemi ne Përmetin. Në Përmet krimi i fundit ku e di unë është pa vdek Enver Hoxha akoma, ku e di unë. Nuk ndodh vrasje. Dhe prezenca e policisë mund të ketë në një prerje pylli, në një prezenca e policisë në Përmet është jashtëzakonisht e ulët se s'ndodhin krime, nuk mund të ketë ka zona në Shqipëri që janë pa krime dhe policia është prezente shumë pak, duke qenë kështu ka zonat shumëta në Kosovë dhe gjejnë strehen aty, kuptohet gjithmonë në këmbim të parave. Po të shohim edhe vrasjen e policit në Maliq, ai që e qelloi është ekspert në shitje. 2 të shtëna kokë gjoks. Këto lloj shitjesh i kryejnë vetëm ai kishte përgatitje ushtarake. Ekzaminimi doli që ishte në perfeksion pra ai po i priste policët për t'i vrarë. Në të gjitha vrasjet e policëve ne kemi parë raste që ti qëllon për t'u larguar dhe një plumb ka policin dhe vritet. Ai e kishte në mendje për t'i vrarë. Dhe zotëria në fjalë shkon për të luajtur futboll, ka armën në makinë, se ku e gjeti, nuk vajti në shtëpi dhe u kthye. Dhe kur ti ke armën në makinë do të thotë që ti je një makinë gjithkohës i përgatitur për të vrarë, po. Vrasës në lëvizje. Vrasës në lëvizje se ndonjëherë themi si u zu ky për një parking makine. Po njerëzit funksionojnë me nerva dhe kur ke një armë në makinë, ai nuk mbas edhe ky personi nuk do donte kur ta vriste atë. Në nerva e sipër, po nga që kishte armën në makinë, se u zun për ndeshjen e futbollit dhe akoma më keq që tentoi edhe ta shtonte më shumë hakmarrjen e tij. Kjo është kur mban armë makinë, ti je një makineri lëvizëse, vrasëse. Tani, por duket edhe hetimi sikur çalon në raste të tilla, është hetimi apo kërkimi, po thoni? Kërkimi, Kërkimi se hetimi është i plot. Po, unë t'i dash disa karakteristika, sepse, unë i bashkoj këto. Dëgjoj, zoti Rakipi, janë disa personazhe të cilët ndoshta për atë të thash, atë botën e madhe të krimit organizuar nuk thonë shumë gjë, po për atë botën e vogël, pra të zonës ku di unë, të Dibrës, të Maliqit, apo zonat të tjera, janë persona të cilët e njohin shumë mirë zonën. Edhe duke qenë se e njohin shumë mirë zonën, ky ka mundësi të fshihet. Se imagjinoje, për shembull, e mban mend Aratisjen nga burgu i Drenovës i 7 personave dënuar me burgim përjetshëm, pse u kapën ato? Dhe unë kam qenë bindur që do të kapeshin shumë shpejt, sepse ata nuk ishin njohur së të mirë të zonës. Nëse Admir Tafilaj do t'ishte arratisur nga burgu i Reqit në Shkodër, mundësia për të arrestuar do t'ishte thuajse zero. Ndërkohë që atje u arrestua sepse ai nuk dinte fare që ndodhej në Prenjas. Pra nuk e dinte ku u arrestua, nuk e dinte ku ndodhej. Nuk njihte zonën.
Ndërkohë Sadi Klani është një person që ka lëvizur 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, ai di çdo rrugicë. Dhe sado që të përpiqet policia, do të trahtohet momenti që do mbetet pa para, nuk do të japin ndihmë rrethi miqësor, familjar e tjerë me radhë, dhe në momentin që do të detyrohet të sigurojë mjete për të jetuar, ka dy mundësi, ose më pas do të futet thellë në krim të organizuar dhe mund të shndrohet në vrasjes me pagese të tjera me radhë, ose do detyrohet të kthehet dhe të dorëzohet në polici. Pra këto dyja janë momentet, se këtu çfarë hetimi do t'i bësh? Një sherrë nisur një vit e gjysmë më parë, dhe dy njerëz të cilët janë ballafaquar me njëri tjetrin, pse e bëre këtë, pse e bëre atë? Kaq është thjesht mentalitet. Kjo vrasje nuk ka një motiv të madh në pamje të parë, të paktën deri tani. Kalojmë te momenti, te pika e tretë që ne kemi për mbrëmjen sot në dhe e fundit, por ndërkohë është shumë e rëndësishme. Nëse po ndodh, çfarë po jeton SPAK për në Vërnec? Do me thënë, zonja Lala, çfarë po ndodh me hetimet për çështjen e Zvërnecit? Ku janë të fokusuar hetimet e SPAK? Tani, duhet sqarojmë disa gjëra nëse do më lejosh në mënyrë kronologjike. Hetimi i SPAK-ut ka nisur më shumë se një vit e gjysmë më parë. Nuk është një hetim i nisur pas incidentit, sepse ka një keq interpretim. Shumë njerëz thonë që është kanë pra, prandaj po e sqaroj sepse dua të jem shumë e qartë, edhe duan t'i lidhin të dyja ngjarjet bashkë. Hetimi i SPAK-ut ka nisur një vit e gjysmë më parë, diku në vitin 2025, kur në atë kohë hetuesit kanë arritur të zbulojnë disa transakcione të dyshimta të shitblerjes së pronave në zonën e Zvërnecit, dhe janë zona më pas të përcaktuara sipas emërtimeve që kanë. Këto transakcione kanë vijuar edhe përgjatë muajve të parë të vitit 2026. Në thelb dhe në qendër të këtij hetimi është Artur Shehu, një shtetas shqiptar i cili, familja e cilit u përplas ashpër me bandën e Zani Çaushit, ka pasur disa të vrarë në familje. Ai u largua, u iku nga Shqipëria dhe u vendos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zani Çaushi ishte i menjërt, ky ishte i djathtë. Po, kishin përplasje edhe politike, por edhe ju e dini, grupet kriminale në atë kohë, se bandat, si ishte politike më shumë se sa ishte një konflikt. Jo, kjo ka ndodhur në 99-ën. 99-ën? Janë përplasë në 99-ën atë? Vlora u polarizua dhe duhet ta themi këtë gjë. Polarizimi ishte majtas dhe djathtas dhe ne dim se si gjërat shkuan. Pra Zani Çaushi në atë kohë thirrej për të shoqëruar dhe Romano Prodin. Dhe këtë duhet ja themi publikut, se kjo është fakt. Dhe në këtë aspekt, një lloj legitimiteti që i jepej. Dhe duke patur këtë lloj pushteti, ai më pas, duke kontrolluar gjithë zonën, filloi të asgjësonte gjithë ato emra të cilët dikë për inat e dikë tjetër për përplasje, pra kishte një sër motivesh. Megjithatë, Artur Shehu u largua nga Shqipëria, ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dyshohet të jetë një ndër personazhet më të rëndësishëm të narkotrafikut, pavarësisht se nuk ka një vendim gjyqësor, por në Shqipëri e lidh një skemë masive e tetërsimit të pronave. Dhe kjo histori është një histori e cila ka nisur në gjenezën e vet me falsifikimin e një dokumenti të nxjerrë nga arkivi të viteve 30, kur edhe përkthyesja që ka bërë përkthimin e ka përkthyer, pra është falsifikuar përkthimi, duke e njohur familjen Shehu pronare në një zonë që në fakt sipas hetimeve nuk i takon, sepse ata vërtet, familja Shehu zotron prona në zonën e Kaninës e tjera me radhë, po jo në zonën ku është vendosur dhe që ka aktualisht të gjithë pronën dhe që më pas pritet ose do ndërtohet investimi se tani mbetet për të parë si të shkoj pas protestave. Jo, mbetet për të parë, se nuk di ta them, s'mund ta paregjykoj. Tani çfarë ndodh? Artur Shehu e kryen këtë skemë tetërsimi sipas SPAK të dyshuar të tetërsimit të pronave me ndihmën e ish avokatit familjes dhe me disa persona të besuar.